Mirë se erdhët në episodin e radhës të Ndryshe por bashk. Sot do të flasim për çrregullimet auditive, lokopedin edhe ndërhyrjet e mundshme që mund të bëjmë në këto raste. E ftuara jon sot është Evis Gazheli. Përshëndetje Evis. Përshëndetje Bora. Kam kënaqësinë që të kem sot këtu, për shkak se me Evisin ndaj edhe disa histori të përbashkëta në trajtimin e disa fëmijëve. Evisi më ka ndihmuar jashtëmase shumë dhe më ka dhënë një eksperiencë vërtet shumë të vlefshme, të cilën e ruaj edhe sot dhe këshillat e saj i përdor edhe në rastet që kam dhe realisht e kujtoj shumë shpesh. Faleminderit Evis. Ju falenderoj për ftesën. Dua që për publikun të ndajmë pak më shumë rreth teje. Ku ka nisur rrugtimi yt në lidhje me problematikat dhe vështirësitë e fëmijëve? Ka filluar në Institutin e Nxënësve që nuk dëgjojnë para 30 vitesh. Menjëherë mbas mbarimit të shkollës së lartë, unë u emërova si mësuese pranë këtij institucioni, me emocione shumë të mëdha pranë këtyre fëmijëve, nuk njihja, isha si një libër i hapur, bosh, domethënë pas, nuk dija. Më vonë, mbas shumë eksperiencave jashtë dhe brenda vendit, mbas shumë trajnimeve, arrita që të fitoj një eksperiencë për këto fëmijë. Këto fëmijë të falin dashuri dhe ti duhet i falësh atyre që të marrësh feedbackun. Mbas gjithë këtyre viteve, çfarë të frymëzon që ti të vazhdosh ende të punosh? Më frymëzojnë këto fëmijë, nevoja që ata kanë. Duhet i ndihmojmë në çdo hap. Shumë prindër nuk kanë informacionin e duhur për institucionin tonë. Ato do të gjenë shumë shërbime të cilat duhet ta theksoj, këto janë falas. Institucioni ku ti punon është qendra tani mbas shumë vitesh është bërë qendra burimore e nxënësve që nuk dëgjojnë. Ka ndryshuar. Dhe çfarë ofroni në qendrën tuaj burimore? Në qendrën tonë ofrojmë shumë shërbime, duke filluar që nga shërbimi lokopedik, që është shumë i rëndësishëm për këto fëmijë, nga shërbimi psikologjik, terapia e zhvillimit, fizioterapia, e cila është fundur së fundmi për këto fëmijë, sepse tek neve, përveç mungesës së dëgjimit, humbjes së dëgjimit, që është primare, mungesa e dëgjimit, ne pranojmë fëmijë që kanë probleme edhe me komunikimin. Dhe i shërbejmë, domethënë, shërbimi është falas dhe është i duhur për këta fëmijë. Por përveç fëmijëve me humbje të dëgjimit, kemi edhe fëmijë me diagnozë të mbivendosur, të cilët kanë probleme me komunikim. Mund të kenë një humbje të lehtë të dëgjimit, por që kanë pjesën tjetër që kanë një mungesë të theksuar të komunikimit, që punohet. Dua të theksoj. A kanë këta fëmijë mund të kenë edhe probleme të sjelljes të shoqëruara nga mungesa e komunikimit? Ka dhe me probleme të sjelljes trajtohen përveç mësuesës së klasës, trajtohen edhe nga mësuesja ndihmëse. Numri i nxënësve duhet jo për të bërë reklam se çdo gjë është falas tek ne. Shërbimi është 24 orësh, por numri nëpër klasa nuk është si në shkollat e zakonshme kur përveç 40 fëmijëve të tjerë, 30 nuk e di sa është numri, është edhe ky fëmijë me këtë problem që shoqërohet nga mësuesja ndihmëse. Tek ne numri i fëmijëve fillon nga 4 deri në 6 fëmijë për klasë. Kështu që është një lehtësi shumë e madhe dhe puna individuale, domethënë është në plan të parë që punohet me secilin individualisht. Sa orë çndrojnë fëmijët aty në shkollë? Ne fëmijët i kemi të ndarë në konviktor dhe jo konviktor. Janë fëmijë që jetojnë në Tiranë dhe që prindi është i detyruar ta sjellin në mëngjes, mund ta sjellin në çfarëdo lloj ore sepse sa shërbimi është 24 orësh, ne kemi kujdestare që i presin para orës 7:40 kur vjen mësuesët. Pastaj i marrim mësuesët, zhvillohet pjesa akademike, pjesa e mësimit. Kurrikulat janë njësoj si në shkollën e zakonshme, por plus këtyre kurrikulave ne kemi lëndë speciale të shkollës që ndihmojnë në zhvillimin gjuhësor të fëmijës, të cilët janë shqiptimi, leximi oral për të lexuar nga buzët. Këtu do ndalesha në rastin që thatë ju kur implantimi koklear nuk bëhet tek fëmijë. Ka raste që pjesa anatomike e veshit nuk e pranon, ka raste që prindrit nuk bien dakord me këtë lloj operacione. Dhe ne kemi shumë raste të tilla. Janë arsyet pse prindrit nuk bien dakord. Nuk duan. Kemi prindër që kanë qenë nxënësit e mi dhe tani kanë fëmijët e tyre aty. Dhe këto mund t'i quaj, kam një rast që quhet rast suksesi. Ajo ka qenë nxënëse pranë institutit në kohën kur ajo vazhdonte studimet aty dhe tani është mësuese arti pranë qendrës tonë burimore, ka vazhduar shkollën e mesme liceu dhe akademinë e arteve. Duke që institucioni fuqizon, ndihmon dhe mbështet në të gjitha maksimumin e tyre, duke është interesante që nuk është se ka një kurrikul tjetër,
por bëjnë atë që ka shkolla e zakonshme. Po. Njësoj siç Duke i bëhet dhënë përzgjedhja e barabarta librave, për të mundësi të barabarta, jemi të ndryshëm por të barabartë. Dhe plus, domethënë kjo pjesa e kurrikulave, do të theksohet kurrikulat speciale të shkollës që ndihmojnë në zhvillimin gjuhësor të fëmijës. Këto janë dy kryesorët. Evisi, çfarë janë çrregullimet auditive? Çfarë përfshihet në to? Çrregullimet auditive ose ndryshe quhet humbja e dëgjimit. Humbjet e dëgjimit janë disa llojesh. Kemi të bëjmë me humbje konduktive të dëgjimit, të cilat janë humbje të përkohshme të dëgjimit, të cilat mund vinë nga raste të ndryshme, siç janë probleme me veshjen e mesëm, bllokimi i kanaleve të veshit, probleme me daullën e veshit e të tjerë, sepse është pjesë mjekësore dhe mund të përmend vetëm pak. Kemi dhe humbjet sensoriale nervore të dëgjimit, të cilat janë të përhershme në 99% të rasteve. Nga se shkaktohen këto humbje sensoriale? Zakonisht këto humbjet mund të lindin bashkë me fëmijën. Mund të lindin bashkë me fëmijën, mund të jenë kongjenditale, janë genetike, të cilat mund të jenë edhe të trashëgueshme dhe në rastin tonë, domethënë dhe në eksperiencën e punës time kam shumë raste, të cilët kanë pasur prindrit dhe vazhdojnë të vinë dhe fëmijët pranë qendrës tonë. Këto janë gjenetike, trashëgueshme, siç e dim domethënë. Raste të tjera janë edhe nga përdorimi i antibiotikëve të nënës gjatë shtatzanisë, infeksioneve të ndryshme gjatë shtatzanisë dhe pas lindjes së fëmijës. Ka raste që këto ndodhin edhe nga përdorimi i drograve gjatë shtatzanisë së nënës, nga përdorimi i antibiotikëve të fëmisë mbas lindjes, ka shumë. Po këto janë më kryesore, domethënë që ndodhen. Si ndikon kjo pjesa e çrregullimeve auditive në fillimin e komunikimit verbal, në fillimin e të folur? Zakonisht gjatë lindjes së fëmijëve duhet ta theksoj këtë pjesë kur fëmia lind në Tiranë, po flas për Tiranën, në martenitet i bëhet një depistim i dëgjimit fëmijës. Dhe aty e kupton që ky fëmijë, domethënë kur shikohet roli i nervit të dëgjimit, sa funksional është, se sa rëndësi ka, kjo ka shumë rëndësi për fëmijën, sepse që në momentet e para nëna ose prindi merr vesh që fëmia nuk dëgjon. Dhe rastet referohen në Spitalin Pediatrik të Tiranës, pranë ORL-s, ku mjeku në bazë të testeve të ndryshme që zhvillon, mbas depistimit bëhet ABR-ja, që është një ndër funksionale që tek ne bëhet falas, duhet theksuar kjo për prindërit që edhe ato që nuk kanë mundësi të shkojnë pranë vendeve, spitaleve private, shteti domethënë i ofron këto, bëhet ABR-ja. ABR-ja bëhet 2 herë për fëmijën dhe bëhet në gjendje gjumi, sepse mendon një bebe, flasim për moshën 0-3 vjeç, dhe në bazë dhe aty shikohet mungesa e dëgjimit të fëmijës. Sa është mungesa e dëgjimit, që matet me decibel. Është ndonjë aparatur? Është aparatur, po, aparatur me elektroda që bën mjeku dhe aty e përcakton. Nëse shkalla e dëgjimit është 60 decibel, atëherë i referohet prindërit që fëmia të vendosë aparatin proteza, më thon aparatet që quhen. Më vonë, nëse humbja e dëgjimit fillon dhe është e rëndë ose e thellë, shkohet tek implantimi koklear. Edhe implantimi, ky lloj operacioni zhvillohet pranë Spitalit Francez në Tiranë, nga mjekët shqiptar dhe është falas. Okej. Mund të bëhet kjo. Dhe si lidhet ky çrregullim i të dëgjuarit me pjesën e të folurit më pas? Kjo ndikon shumë, sepse fëmia nuk dëgjon zhurma. Dhe kjo kuptohet sepse tani ne e dim që fëmia dëgjon që në barkun e nënës. Dhe mbas lindjes ai mund të imitojë diçka, por këto imitime fillojnë të bëhen shumë të ngadalta dhe ai nuk arrin të imitojë ose të belbëzojë më. Kjo ndikon shumë edhe në zhvillimin gjuhësor të fëmijës, se ne e dim që fillojnë fjalët e para, gugatjet fjalët e para dhe dallohet menjëherë që ky fëmijë nuk po jep asgjë. Duhet kuptohet që në fillim, sepse ti kur i flet, bën një gugatje prind dhe ky mundohet sepse ti ke fëmijë vetë dhe e ke bërë këtë pjesë, ai nuk ta kthen, nuk të imiton më, nuk dëgjon, ose kur ti e thret fëmin, mbas ai nuk të kthen nuk bën asnjë lloj reagime. Kështu që këto janë gjëra më përpara, jo hodha këtë dhe nuk e dëgjoj, jo këto, po kjo është shumë më se e kuptueshme tani informacioni është shumë i madh dhe prindi mund të lexojë, domethënë shikon emisione, janë shumë e gjerë fusha informacioni që ai mund të marrë për fëmin e tij. Megjithatë, ne tani kemi është pjesa mjekësore, një pediatër i një qendre shëndetësore e kupton fëmin dhe mund t'i referojë nënës se ku mund të shkojë. Ka mundësi, domethënë që ta. Të flasim pak më konkretisht për aparatin e dëgjimit, që
që vendoset me operacion. Është implanti aparati është diçka tjetër, që përforcon tingujt. Nëse një fëmijë, domethënë matja e dëgjimit është deri në 60 decibel, i referohet fillimisht aparati i dëgjimit. Kjo përforcon tingujt dhe i ndihmon. Ka raste suksesi që me aparat kanë ecur shumë mirë. Aparati, Evisa, vjen një moment në cilën ai duhet hiqet apo mbahet gjatë gjithë jetës? Mbahet gjatë gjithë jetës. Nëse fëmia ka humbje të thellë të dëgjimit, është implantimi koklear, është ai aparat që ne dimë që përbohet nga 2 pjesë, por që bëhet në mënyrë kirurgjikale, sepse vendoset është pjesa e brendshme që vendoset aparati tek pjesa e kokles së veshit dhe pjesa e jashtme që vendosim pjesën është mikrofoni, procesori që proceson tingujt, është edhe pjesa e magnetit që përcjell tingujt tek nervi i dëgjimit dhe ato pastaj në trup për të folur. Evis, duke e lidhur pak me lokopedin. Basi vendoset një aparat dëgjimi ose një aparat koklear. Si nis lokopedia me një fëmijë? Mbasi bëhet operacioni, kur mjeku ORL dhe audioprotezisti japin okejn për të zhvilluar terapin, megjithëse lokopedia është që në momentin që bëhet programimi i aparatit, lokopedia është është pjesa më e rëndësishme e këtij procesi. Në bashkëpunim me mjekun, audioprotezistin dhe familjen, lokopedia bën vlerësimin e fëmijës në radhë të parë, që është pjesë e saj, dhe bën dhe planin e punës për këtë fëmijë se si do të bëhet, si do zhvillohet më pas. Në bazë gjithmonë plani i punës bëhet në bazë të nevojave të këtij fëmie. Mbasi zhvillohen mjaft episode të ndryshme, dua të them seanca të ndryshme. Për mendim, unë po flas për eksperiencën time personale. Unë mbështetjen kryesore kam familjen, sepse nëse ti, duke parasorja është pjesa mjekësore, nuk dua ta diskutoj këtë pjesë, ajo është, por familja është më e rëndësishme, por familja është pjesa kryesore, është ndihma kryesore në ecjen e punës përpara. Unë do preferoja, dhe ashtu kam bërë me rastet e mia, edhe shoqet e mia domethënë që njoh. Ta mbajmë prindrin ose afër fillimisht vendit punës ku ne punojmë, ose në pjesën mbrapa që prindi dhe nga xhami të shikoj se ti çfarë po bën me fëmin tënd, se si po sillesh ti. Ato puna është jashtëmase e rëndësishme e lokopedes, fillon që nga ushtrimet e frymshkëmbimit, se frymarrja është një ndër kryesoret në ecjen përpara të folurit, ushtrimet bukofaciale, që janë shumë domethënë dhe nuk dua t'i përmend, pastaj fillohet me vendosjet, me hetimin fonetik që ti ke bërë me këtë fëmijë, me mungesën e tingujve, ku ky ka më shumë probleme vendosjes të tingujve, dhe nuk është se duhet ta theksoj këtë se shumë punojnë, fillojmë nga A-ja e këto, dhe vendosja e tingujve ka një rend, fillojnë nga tingulli P, A, O, T, dhe në vazhdim ka një rend vendosje të tingujve. Dhe më pas fillohet me rokjet, me fjalët e para, një rrokshe, 2 rrokshe, duke filluar tek fjalë frazë, dhe më pas në fjali, në ndërtimin e fjalisë. Duhet theksuar që është shumë e vështirë kur fëmia ecë në ndërtimin e fjalisë, sepse sintaksa e tyre është mjaft e dëmtuar. Por me punën e lokopedistes, çdo gjë ecën përpara. Vihet në duke sepse puna, se duhet edhe prindi të kuptoj se duket sikur ti i bën këto në formë loje dhe thot çfarë po bën kjo lojë me fëmit, por nëse ti nuk përdor atë lojën simbolike me një fëmijë të vogël, domethënë asgjë nuk mund të bësh mësim, do të bësh lojra të ndryshme, domethënë. Edhe këto ushtrime që ti shpjegova pak më përpara, bëhen në formë loje, duke fryrë një tullumbac, duke fryrë sikur më baziken, fluskat ose një laps në tavolinë dhe ajo e ndihmon, domethënë, sepse ti e shikon sa shkon lartësia, domethënë fuqia, po. Edhe ato ushtrime bëhen edhe ato me raporte, edhe ato kanë raportet e veta, fillojmë me raportin 1 me 1 edhe fillim 1 me 2, derisa fëmia domethënë ta ketë mundësinë që ta nxjerrë frymarrjen ashtu siç duhet, domethënë për shqiptimin e mëvonshëm të fjalëve. Sa e rëndësishme është kjo pjesa e frymarrjes dhe frymëthithjes së rregullt? Po, frymarrja dhe frymënxjerrja domethënë është mjaft e rëndësishme për fëmijën sepse ndikon jashtëmase në zhvillimin, ka të bëj jashtëmase, dhe puna e parë që punohet me këto fëmijë, këto ushtrime janë. Ushtrimet e frymarrjes, ushtrimet e nytimit, që janë imitimet që i bëhen në pjesën e gojës, në pjesën orale, që bëhet të gjuhës, të gojës, më njëherë se si e nxjerr. Po kanë shumë vështirësi në pjesën e imitimit të lëvizjeve bukofaciale. Do punohet vazhdimisht me këto fëmijë. Puna me këto fëmijë është pjesë ana vizuale. Ndoshta me një fëmijë me një diagnozë ndryshe, ka një proces tjetër pune. Fëmia me humbje dëgjimi, anën vizuale duhet ta ketë shumë të zhvilluar. Dhe pjesa e lokopedisë ka të bëjë. Tani ne kemi të bëjmë me anë vizuale, kupton që me figura të ndryshme, me karta, me pasqyra është mjeti kryesor që ti e nxjerr fëmin për të imituar. Dhe me nxënësit tan kjo është
është kryesorja që ne përdorin në çdo orë mësimit të lëndës së shqiptimit që ta shpjegova që ka të bëjë me vendosjen e tingujve dhe me radhë të fjalëve dhe zhvillimin gjuhësor të fëmisë. Ne punojmë para pasqyrës për vendosjen e tingujve. Logopedistja imiton, fëmia pastaj bën ato e shikon dhe imiton. Edhe në punën që ti e bën individualisht, sepse mënyra e vendosjes së tavolinës është drejt dhe mësuesja ose terapistja është përballë, dhe fëmia e ka pasqyrën e vet. Ti e bën, e shikon dhe fëmia shikon veten e vet në pasqyrë. Domethënë pasqyra është mjeti kryesor i punës në këtë lëndë speciale. Përveç këtyre ne me fëmijët që nuk, megjithëse ngelemi tek pjesa e logopedisë të fëmijëve që kanë zhvilluar, që kanë implantin koklear ose të protezave, është edhe ne në qendrën tonë ne punojmë me tableta me fëmijët. Një ndër risitë është përdorimi i tabletave gjatë orës mësimore. Këto fillon që në klasën e parë me lëndën abetares, e cila është e implementuar në tabletën e secilit prej fëmijëve dhe vazhdon pastaj edhe me lëndë të tjera. Këto shoqërohen edhe me gjuhën e shenjave, që është një ndër lëndët kryesore në qendrën tonë burimore dhe ndihmon jashtëmase, është si një gjuhë e dytë për fëmijët tanë. Punohet me fëmijët me tani procesi punës tjetër me fëmijët me probleme që kanë aparat ose implantim koklear. Punohet edhe me smartboard, mësuesja nxjerr pjesën e një lojë, mund të fusi në një lojë në ekran dhe fëmia e ndjek me pjesën e laptopit që ka dhe ai të implementuar. Janë lorat për shembull që lorat e dëgjimit. Mund të punosh me veglat muzikore, ku në ekran shfaqen veglat kryesore që ndikojnë në dëgjim, një piano, një violin, dhe fëmia domethënë e dëgjon në rast të parë, edhe duhet të përzgjedhë, dhe ti e ndez dhe ai përzgjedh ato vegël që domethënë që ti i dëgjon tingullin, mund të jetë tingulli i violinës, i kitarës, i pianos, sipas rastit që është një ndër lorat më të preferuara për fëmijët. Pastaj kemi ushtrimet edhe për kafshët, tingujt e kafshëve. Kryesore, flasim për të fermës që janë më të njohura për fëmijët, dhe më vonë ato që të kafshëve të fyllit ose të përqendrohet edhe dëgjon zhurmën, po këto ushtrimet janë jashtëmase të mira që ndikojnë, domethënë. Që tani me disje ne jetojmë në epokën digjitale, dhe kështu që çdo gjë është e lehtë për t'u gjetur dhe për të punuar me fëmin. Dhe ndihmon jashtëmase. Ushtrimet dëgjimore që quhen. Edhe lorat me librat që janë me tinguj, që ti përdor shpesh në punën tënde, dhe ato ndihmojnë jashtëmase për që fëmia ta dëgjojë dhe ta tregoj me gishtë se madje kemi një program specifik, më thënë këto tingujt e mjedisit. Tingujt e mjedisit, po. Që nxisim edhe pjesën e fjalisë që të thotë unë po dëgjoj. Po dëgjoj, po. Vendosjen e foljes drejt, po, dhe te këto fëmijë domethënë në një program e vis ti shikon që ti ke prekur shumë gjëra, po ashtu është shumë e vërtetë kjo. Shumë fusha, tamam prek shumë fusha. Se fut ato pyetjen pse ndodhi kjo, po sepse unë dëgjova këtë gjë. Po. Kalojmë në hapa të tjera. Në hapa të tjera që neve hasim çdo moment në punën tonë me këto fëmijë. Sa e rëndësishme është që në këtë moment neve të ndërhyjmë sa më herët. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme për zhvillimin e fëmijës, për zhvillimin gjuhësor të tij, sepse fjalori i tij do mbetet i cunguar. Ajo ndikon edhe në zhvillimin mendor të tij, sepse ai nuk arrit të komunikojë, nuk arrit të marrë një stimull të caktuar, nuk arrit, po, nuk e përkthen dot në fjalë, ajo cungon pastaj sintaksën, morfologjinë, sintaksën në të ardhmen, sepse ai nuk thot dot një tingull, nuk thot dot një fjalë, nuk arrin të krijojë një fjali. Dhe po të tari, domethënë, po ta lesh dhe pa aparatet, nëse ai ka nevojë për aparatet, pa aparatet përforcojnë tingull. Më i rëndësishëm. A ka pasur ndonjë rast i cili të ka ndryshuar mënyrën se si e mendon ose e percepton jetën? Ka pasur shumë raste, jo vetëm një. Sepse kaq vite eksperiencë, rastet janë të ndryshme. Nuk mund t'i ndaj nga njëra tjetra, janë shumë. Kështu që po ta mendosh kështu një person që nuk dëgjon, që nuk ka dëgjuar kurrë asnjë tingull, po themi, dhe nuk e ka marrë reagimet, unë kam parë faktikisht dhe jam krenare sepse që në 2000 kam 99-2000, po e lëm në vitin 2000, kam trajtuar një rast me koklear, mbas një specializimi që bëra në Padova të Italisë, më referua ky rast që ishte bërë operacionin në Itali dhe kam ndjekur këtë fëmijë. Kjo vajzë si ka që në fillim? Në fillim, domethënë ishte, nuk e di, nuk dita përshkruaj atë fëmijë kur audioprotezisti po i bënte programimin aparatit, i cili fillon programimin mbas operacionit, fillon 2 ose 4 javë mbas operacionit, dhe ai bëri programimin.
gëzimi asaj vajze nuk arrin ta përshkruaj dhe më vjen të qaj edhe në këtë moment, sepse u gëzu aq shumë dhe nuk dinte ç'të bënte. Kthente kokën pra nuk dinte nga i vinin zhurmat, domethënë dhe u knaq, domethënë ajo dhe me të vërtetë si u knaq që e vuri aparatin dhe dëgjoi ato tinguj ashtu eci dhe jeta. Ajo ka qenë një ndër rastet më të suksesshme të mia dhe sot është mbi 25 vjeçe, është bërë nën, edhe ka ecur shumë në jetë. Ka marrë një profesion si estetiste. Dhe jam shumë e kënaqur që edhe në këtë kohë domethënë komunikojmë bashkë. Në cilën moshë ndodhi ndërhyrja? Operacioni i saj u zhvillon në moshën 4 vjeçare. Shumë e vogël nuk mund të thuash, sepse një prind që e kupton fëmin, domethënë në moshën, siç e tham, domethënë sa neonatale, sa ka lindur fëmia dhe shikohet që mungesa e dëgjimit të tij është e thellë ose e rëndë, ai është taman është subjekt për të bërë operacionin koklear dhe sa më shpejt të bëhet, aq më mirë është ky operacion, sepse ndikon fëmia domethënë mësohet me zhurmat reale, domethënë në moshë shumë të vogël dhe aty nuk i bën më përshtypje, domethënë i duket si një fëmijë normal që mësohet me zhurmat e ambientit, me zhurmat me tinguj të ndryshëm, me fjalë të ndryshme. Pa pritur, fillon dëgjon tingujt, fillon dëgjon tingujt e para, nga ambienti, lokalizon ato tingujt, ato zhurmat, nuk ka probleme. Çdo gjë fillon i bën sens. I bën sens tamam, është diçka tjetër. Kam pasur edhe një rast tjetër, domethënë se sa më e madhe është edhe më e kuptueshme pjesa dhe terapia bëhet pak më e lehtë sepse fëmia dhe kupton. Por që ky fëmijë dhe kur e kujtoj sot dhe emrin asaj vajze, dhe vajzës time, se ishte një vajzë mjaft sociale domethënë në maksimum dhe ishte një fëmijë jashtëmase i zgjuar, shumë inteligjente dhe eci shumë shpejt. Ai bëri një operacion në Amerikë dhe erdhi, e kam ndjekur me terapi. Edhe shkonte kur mësonte fjalët e para isha aq e gëzuar se ishte 7 vjeçe dhe shkonte ky është peshku, ky është kjo, edhe nuk i bënte fare, domethënë nuk kishte fare emocione, tregonte që unë ditë flas, domethënë dhe unë po e dëgjoj ose unë ditë flas, domethënë e kuptoj se çfarë është kjo. Kam pasur dhe raste të tjera, djem që tani janë në universitet, që vinë të takojnë dhe jam shumë krenare, domethënë që unë kam lënë një përshtypje të mirë dhe që i kam ndihmuar këto fëmijë, kam lënë përshtypje të mirë tek prindrit, që më kanë besuar fëmijët e tyre. Po dhe këto janë ndjerë mirë me mua. Ke një ndryshim drastik në jetën e tyre. Shumë. Sepse jo vetëm unë, po çdo kolege ime, çdo logopediste, domethënë do ndjej krenare në këtë rast. Shumë histori të bukura. Jo, janë shumë të bukura dhe domethënë se përveç rasteve të para që ju thash të mësueses që ka qenë nxënëse e shkollës tonë, kemi plot nxënëse të cilat kanë vazhduar liceun, janë piktore me emër, kemi nxënëse të cilat kanë vazhduar shkolla të ndryshme të mesme, gjimnaz ose në një shkollë profesionale, të cilat janë bërë stiliste dhe punojnë me stilistët më të mirë që kemi në Tiranë, pa përmendur, pa bërë reklam. Kemi rast tjetër, kemi estetiste, që ajo është me radhë dhe nuk ka radhë as për mësuesen e vet në këtë rast. Nuk të lejon domethënë. Do të gjej orare visit. Se për shaka e thash këtë, po që domethënë është rast për të përmendur rast suksese. Vajza ka mbaruar liceun për pikturë dhe më pas ka vazhduar me fushën mbas një shkolle që bëri 2 vjeçare, është bërë një ndër estetistët më me emër në Tiranë. Kemi plot të tjera që mund të themi rroba qepse që i kanë marrë, që i përmenda, po që ai rast që përmenda ishte stiliste, që bën pranë një stilisti shumë të njohur në Tiranë. Raste të suksesshme të fundit fare që dua t'i përmend dhe t'i bëj prindrit krenar, janë nxënësit që mbaruan vjet maturën dhe të gjithë janë pranë universitetit të gjuhëve të huaja, ku është hapur edhe një laborator përveç gjuhës frënge, të shoqëruar dhe me gjuhën e shenjave. Dhe ne jemi shumë krenar që kemi nxjerrë këtë brez. Jemi krenar për këtë pjesë. Kjo është një suport i madh edhe për prindrit. Përveç këtyre rasteve të shumta të suksesit që ju keni ndjekur dhe keni parë gjatë gjithë këtyre viteve, a ka qenë ndonjë rast që ndoshta ju ka habitur që nuk po merrte atë zhvillimin, në atë pikën kyçe pavarësisht punës që ju keni bërë të njëjtë? Kjo ka ndodhur dhe me aparatet e dëgjimit, të cilët fëmijët nuk kanë pasur shumë sukses. Prindrit janë menduar hapasapi. Domethënë zhvillimi gjuhësor ka arritur deri në një pikë dhe shoqëruar gjithmonë pasaj edhe me gjuhën e shenjave, e cila e ka ndihmuar më shumë për të përshtatur. Po prap në këtë moment mund të themi që prap fëmijët kanë marrë një formë komunikimi, ëh? Nuk është se kanë ngjitur. Fëmijët kanë marrë një formë komunikimi, ato kanë tinguj të vendosur në rast të parë. Më pas shoqërohen me fjalë, dinë të thonë fjalë, dinë të tregojnë, dinë të lexojnë, të shqiptojnë sakt ato që e lexojnë. Edhe ta kuptojnë ato që e lexojnë, që është shumë e rëndësishme në këtë pjesë. Ato komunikojnë, kanë arritur dhe në formën një dialogu
zakonisht me fjali me 2-3 elemente, do ta theksojmë këtë sepse Po. është shumë e rëndësishme dhe më vonë, domethënë në klasat në zhvillim, kanë ecur edhe më shumë domethënë. Kemi edhe raste që nuk ka pas sukses, kanë ardhur dhe fëmijë që kanë bërë koklarin jashtë vendit, sepse në Shqipëri falas është bërë këto 2 vitet e fundit, është bërë koklari jashtë vendit, fëmia ka pasur diagnozë të mbi vendosur, e cila nuk e ka lejuar që ai të hecë shumë. Domethënë kjo mund të quhet një rast jo shumë i suksesshëm për. Cilat ishin ato mundësitë tua të para në lidhje me këtë rastin? Pavarësisht se ti po bëje të njëjtën punë. Me thënë të drejtën, që kur erdhi në komision, sepse ne kemi një komision multidisiplinar, të cilët identifikojnë nevojat e fëmijës që vjen. Domethënë dhe sa kemi mundësinë për ta ndihmuar këtë fëmijë. Që aty domethënë pyetje që u bën nënës, në vlerësimin që u bë fëmijës, u pa që ky fëmijë domethënë nuk ishte rasti i duhur për të ecur më përpara, domethënë në një shkollë të zakonshme. Në ato momente. Vumre jo dëgjimi që duhet të ketë një fëmijë me implantimin koklar. Kishte një rënje të dëgjimit. Nuk kishte. Po diagnoza, mbasi bisedova me mjeken, e cila më mori në telefon faktikisht, se ja kërkuam nënës që të komunikonim, ne shpjegoj që ky fëmijë kishte edhe një diagnozë të mbivendosur. Kishte bërë dhe seanset logopedike më parë, sepse kishte bërë operacionin në moshën 5 vjeçare, tek ne erdhi 6.5. U vu në re, domethënë nevojat dhe u pa se ku çalonte puna, domethënë. Më pas u zhvillua, mbas vlerësimit u bë dhe një plan për këtë fëmijë se si do të ecnim, po që nuk ishte domethënë në rastet e suksesshme, që plani do të ishte u bë me si thua afat shkurtër, jo, domethënë për të parë, për të ecur me hapa shumë të ngadalta, jo shumë të shpejta. Duhet parë në fillim se si do ecë. Pavarësisht se programimit her pashershëm që shkonte i bënte në shtetin ku kishte kryer. Sa arriti ky fëmijë që të përmirëson? 50% të dëgjimit edhe të zhvillimit gjuhësor. Më tepër u mbështet tek gjuha e shenjave. Po tani, a vazhdon më të marrë trajtim në Ai ka mbaruar shkollën, ka mbaruar dhe shkollën e mesme, sepse ne duhet ta cek edhe këtë pjesë. Kemi edhe shkollën e mesme, e cila ka drejtim TIK. Fëmijët janë shumë të aftë për drejt teknologjisë, edhe kanë ecur jashtë mase mirë. Zhvillojnë lëndë të këtij drejtimi, domethënë TIK-ut, inteligjencën artificiale, etj. Që i kanë ndihmuar. Pavarësisht vështirësisë, edhe ndoshta nuk ka pasur ato rezultate që ju keni pritur. Që keni prap fëmia domethënë maksimumin e. Edhe arrin të komunikojë nga të gjitha fushat. Arrin të komunikojë shumë mirë dhe prindet janë shumë të kënaqur. Po kanë ngelur deri te shkolla e mesme, nuk arrit ta vazhdojë më tepër, ndoshta edhe ishte dëshira e tij ose e prindërve. Këtë nuk mund ta cilësoj sepse janë disa gjëra që nuk na përkasin neve. Evis, çfarë do doje ti që shoqëria të dinte më shumë mbi fëmijët ose personat të cilët kanë humbje të dëgjimit? Kjo është shumë e rëndësishme për ta theksuar për prindrit në radhë të parë, për t'i thënë që mos të kenë frikë, sepse këto nuk janë raste, këto janë raste të cilat kur vihet një diagnozë nga mjeku, fëmia merr trajtimin e duhur, vendos aparatin e duhur që i duhet për momentin, janë rastet më të pastra të fëmijëve me aftësi të ndryshe. Duhet ta theksoj këtë. Këtyre fëmijëve nuk i mungon inteligjenca ose zhvillimi. Por duhet sa më vonë këto prindër domethënë ta lënë fëmijën në këtë fazë, mos të marrin masa, aq më e vonshme do të jetë dhe zhvillimi gjuhësor i tyre, aq më ajo do të ndikojë edhe në zhvillimin të intelektit të fëmijës, në zhvillimin intelektual të fëmijës. Të gjitha të ndërlidhura janë të gjitha të ndërlidhura me njëra tjetrën. Nuk ke domethënë, edhe në këtë kohë që po jetojmë, në këtë epokë që po jetojmë, është gjynaf që fëmia të lihet në këtë gjendje. Ka mundësi të pafundme, duke filluar që në lindje, siç e ceka, është që është bëhet depistimi i fëmijës dhe mjeku pediatër referon direkt tek mjeku ORL për të zhvilluar, domethënë për të parë se ku qëndron problemi i fëmijës dhe për t'i dhënë drejtim punës se çfarë duhet bëhet me këtë fëmijë. A ka fëmijë të cilët janë me implante dëgjimore dhe që janë në shkolla normale? Ka shumë fëmijë, sepse në ligjet e shtetit shqiptar është edhe ligji i gjithë përfshirjes së fëmijëve në shkollat normale. Prindi ka të drejtë ta çojë fëmin aty ku ai dëshiron, ku fëmia ndjehet më mirë. Dhe shumë shkollat të Tiranës kanë fëmijë, përveç pjesët diagnozave të ndryshme që unë s'kam se i përmend, se i din. Kemi dhe fëmijë me probleme të dëgjimit. Në qendrën tonë bëhet dhe vlerësimi i fëmijëve të gjithë Tiranës, që bëhet nga ZVA-ja, që vijnë aty dhe unë kam parë raste plot. Ka prindër që janë kthyer. Dua ta theksoj këtë, sepse fëmia nuk është ndier mirë dhe ka ardhur me një. A janë të flirur për të qenë të bullizuar këta fëmijë që janë në aparatë? Ka tani shumë.
ka raste që kanë qenë të bullizuar sepse ato ndjen si vetëm, si domethënë ka pas raste që fëmijët kanë qenë edhe në qendër të vëmendjes dhe duhet të theksoj edhe rolin e mësuesit të klasës në këtë. Kam shumë mësues, domethënë që i kanë ndihmuar, i kanë mbajtur afër dhe kanë ndikuar edhe nxënësit e tjerë që këto mos t'i lënë me një anë. Po ka dhe raste të tjera të cilat fëmia është ndjerë mjaft i bullizuar dhe ka ndikuar shumë në gjendjen e tij emocionale. Kur kanë ardhur tek ne, me thënë të drejtën, kanë ardhur as emrin e vet nuk dinin të shkruanin. Ka ndodhur edhe kjo gjë dhe dua ta theksoj dhe kanë qenë shkollat të Tiranës. Nuk mund të vë me faj asnjëri, sepse secili ka detyrën dhe punën e vet për të zhvilluar, po dua t'i bëj thirrje prindërve. Shërbimi që jepet aty është më i duhuri për fëmijën e tyre. Mund ta ato e ndjekin dhe me terapi logopedike, por ka të bëjë edhe pjesa e komunitetit. Me idenë që nuk duan ta dërgojnë fëmijën në një institucion i cili është specifik për një lloj kategorie dhe mendojnë që duke çuar në një shkollë me një fëmijë normal që nuk kanë vështirësi dëgjimore, nuk do stereotipizohen, nuk do ketë stereotipe më vonë. Por nga një anë kur thua që prap ata mund të ndihen të paragjykuar nëse janë në një mjedis jo të duhur. Të duhurin e shkollës, po. Ose të paragjykuar. Edhe shoqëria duhet fillojë që të jetë pak më kuptuese, më pranuese, më përkrahase për këto fëmijë. Ai fëmijë që ka ardhur me një aparat dëgjimi nuk është se ai nuk kupton apo ka një inteligjencë, një zhvillim më të ulët, thjesht ka një vështirësi në dëgjim e cili ka vështirësi gjuhësore. Ka të njëjtën aftësi për të mësuar. Për të mësuar si dhe fëmijët e tjerë. Edhe ndihet më afër komunitetit të tij dhe shprehet më mirë me këtë komunitet. Domethënë, ndihet si në shtëpinë e vet, si të themi, plus që dhe shërbimet që merr pranë qendrës tonë janë më të duhurat se ato që ai merr në një më të specializuar, të specializuar, i ofron jashtë mase, domethënë ndihmë, sidomos logopedia që është kryesorja, por dhe lëndët speciale të shkollës tonë janë ato që ndikon jashtë mase në zhvillimin gjuhësor të tyre. Ke një thirrje të fundit për prindrit? Prindërve do t'ju thoja, nuk është asnjëherë vonë, por do ta theksoj këtë, problemi juaj gjithmonë ka zgjidhje. Në qoftë se ju do komunikoni me një mjek, duke filluar që nga mjeku pediatër, kur fëmia juaj është i vogël, dhe më vonë me mjekun ORL, fëmia do gjejë zgjidhjen e duhur. Vonesat në këtë proces janë mjaft të dëmshme për fëmijën tuaj. Sa më vonë të zhvillohet procesi i vendosjes së protezës ose implantit koklear, aq më vonë do jetë dhe zhvillimi gjuhësor i fëmijës tuaj. Kjo mungesa e zhvillimit gjuhësor, mungesa e dëgjimit do të ndikojë edhe në zhvillimin intelektual të fëmijës. Të falenderoj shumë Edis që ishe sot këtu me ne. Kënaqësia ishte imja. Të falenderoj për profesionalizmin tënd. Të falenderoj për gjithë pozitivitetin që solle, për mesazhet, për prindrit. Dhe këtu erdhi dhe fundi i episodit të sotëm. Ju falenderoj që ishit me ne dhe shihemi episodin tjetër.